Mos u dorëzo kur shpirti yt është lodhur. Zoti yt e di, ai të sheh. Ai është më afër se çdo fjalë që se thua dot. Çdo plak ka shërimin e vet, çdo dhimbje ka një fund. Çdo zemër që thyhet mund të rindërtohet nëse ajo zemër lidhet me Allahun. Mos i shiko veten si të humbur për shkak të sprovës, por si të zgjedhur nga Allahu për të kaluar përmes saj, sepse dhimbja nuk të shkatron. Ajo të formon, të forcon, të afron. Kur zemra jote nuk e gjen paqen askund, është thirrje për të gjetur Allahun. Ai është streha e vërtet. Mos shiko sa gjatë ke qëndruar në errësirë, por sa dritë ke kërkuar në mes të saj. Mos shpejto rrugën e shërimit. Allahu e di kohën kur zemra jote do të gjejë qetësi. Durimi nuk është thjesht pritje, është një akt adhurimi, është besimi i thellë që ai nuk të ka harruar. Dhe kur vjen çasti që gjithçka zbardhet, do kuptosh pse duhej të qëndroje, pse duhej të duroje, pse duhej të lutesh e pa u ndalur. Sepse çdo gjë që është për ty do vi, dhe ajo që vjen nga Allahu është gjithmonë më e bukur se ajo që prisje.